Të nërmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në emisionin me librin. Rikthehemi sërish me Hoxhën e nderuar Burhan Fili dhe me botimet e tij, librat e tij, përjetimet e tij dhe refleksionet e tij ndër vite. Janë këto libra të cilat e veçojnë përpjekjen e Hoxhës së nderuar, i cili ofron një përpjekje në historinë e tij shumë dimensionale. Sa në përpjekjen e tij për të rezistuar sistemit komunist me qëndrimet e tij, me thirrjet e tij, po gjithashtu edhe me një dimension tjetër, që është dimensioni artistik, dimensioni i penës. Dhe do të ndalim në këto takime si sot dhe në vijim me një dimension artistik të Hoxhës, ku do të flasim për poezitë e tij, për novelat e tij, për tregimet e tij, të cilat nuk janë thjesht përjetime, por se janë dhe mesazhe, janë dhe një panoramë e kohës në cilën Hoxha i ka përjetuar dhe i ka shkruar këto libra. Hoxhë, mirë se vini dhe sot. Libri që ne do të donim që të ndalemi sot është Shpresa është gjallë. Është një libër i cili flet shumë. Nuk është thjesht një ngjarje, një histori dashurie mes dy të rinj, të cilët ndodhur në një sistem komunist diktatorial, po themi thjesht është një ndër ngjarjet, por se është dhe një mesazh. Shpresa është gjallë duket si një titull ndoshta normal në ditët e sotme, por se të shkruash për shpresën në një sistem ku më së pakti gjendej shpresa, ku më së shumti ishte fikur shpresa, është gjithashtu tregues që tek titulli. Përse e keni zgjedhur këtë titull? Hoxh, dhe na tregoni pak çfarë ju ka shtyr ose cili ka qenë shkaku kryesor për të shkruar këtë novelë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Madhria dhe adhurimi janë vetëm për Allahun, paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi pejgamberin ton, familjen e tij dhe ata që vijojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit, që dihet vetëm nga Allahu. Alhamdulillah që Allah mundësi që të jemi së bashku sërish, mas një paze nëse përdorojmë një fjalë ose mas një pushimi të ndërprerje të vogël, për të biseduar disa gjanave që shprehin histori, shprehin derd, gajle, nga një dhimbje, por historia i ka gjitha këto dhe ne do ta dimë historinë. Unë për libri që fjalë tani, këto janë shkrimet e para, se ky në fakt ka qenë shkruar në fillim në gjuhën angleze. Hope is Alive. Titulli se Hope is Alive, që statë edhe vetë që shpresa është gjallë, në një kohë që shpresa pothuajse ishte venit. Mirë po njeriu që beson Zot kurse humb shpresën. Si ai njeriu që në errësinën më të madhe beson se do ketë dritë. Në momentet që thuhet se do ketë dritë më, errësira ka kaplu, çdo gjë është e pushtuar nga errësira, sërish ai shef diku atje do të dalë një dritë. Pra ju këtë libër e keni shkruar pas jeni aratisur në Shqipëri. Kjo është shkruar tash në një herë. Kuptohet nga titulli anglisht. Anglisht, shpresa gjallë, por si zanafille e këtij libri, si një tregim që mund ta quajmë, që ka në vitin 79, kur unë fillova të merrja mësimet e para në institutin që më vonë u transferova në Universitet Wayne State University, dhe mësuesi i anglishtes, ishte lana kryesore, kërkoi që të shkruaj një esej, që po i thoni tani, një hartim, një tregim rreth jetës shqiptare në Shqipëri, pra komunizmit. Dhe unë shkrova këtë dhe ati pëlqej, kuptohet edhe studentët atë kohë nuk kishin shumë haber për komunizëm. Flasim vitin 79, aty një pjesë e tyre e kishin dëgjuar si emër ateizëm, po kur i thoya se Shqipëri ateizmi ka pushtuar çdo gjë. Pra nuk e dinin si funksiononte, nuk dinin ngjarje dhe histori konkrete nga komunizmi. Kur i tregojmë për shembull se është vendi i parë ateist në botë, ndalimi i praktikimit feve, nuk e besoni, një pjesë nëse besoni. Pra nuk e perceptoni dot një vend ku nuk lejohet besimi, nuk lejohet lëvizja, nuk lejohet fjala, nuk lejohet as dashuria. I mbyllur gjitha këto, kështu që kjo i tërhoqi ato dhe shkoi marrë e punë.
Pastaj mësuesi miku im i anglishtës, Edi Romet Past, ai kur realizova këtë për që shumë tha, kjo ngjarje tha do ketë edhe më shumë, e ke përmbledh. Se mirë po, valej fillova ta shkruaj të unë në gjuhën angleze dhe ma vonë për këtë në gjuhën shqipe. Ma sjella në Shqipëri kuptohet. Kjo është një ngjarje që i takon gjithëve. Kjo është një ngjarje që si shtatë edhe në fillim të i dashuria, thjesht dy të ri dashurohen, ju shkon Mars, ju shkon Mars, ndahen, largohen. Kjo është një shprehje tregues i asaj bote që ne jetuam, i asaj jete që ne jetuam, se si trajtoheshin elementet e shoqërisë në atë kohë, si kishte ndaj sistemi në deklasime, pra duke i nda në klasat të ndryshme, klasat shtypur, klasat të tjera. Dhe njerëzit do të udhtonin, do të udhtonin në këtë pelg, që ne mos ta quajmë, lundronin me lundrën e shpresës. Dhe vetmi shpëtimi ishte kjo lundër, kjo varg shpëtimi, që është shpresë, që të gjithë njerëz kudo në botë varen prej saj ose mundohen të kapen prej saj, që dalin nga një breg i errësirës në bregun e dritës së ndryshimit. Pra, ky libër ka dy personazhe kryesore. Ka një vajzë dhe një djalë të cilët pëlqehen me njëri tjetrin dhe në një farë mënyrë dashurohen dhe bashkërisht vendosin që të vazhdojnë jetën, të ndërtojnë familje. Mirë, por në atë kohë Shqipëria ishte ndarë në dy kampe të mëdha, ose në komunizmi kishte ndarë, po themi, njerëzit në dy kategori. Në ata që ishin, po themi, njerëz që ishin komunist ose ishin bijtë e partisë, dhe ata cilët ishin armiqtë e partisë, ata cilët ishin të deklasuarit dhe njerëz që ishin me njoll në biografi. Zakonisht nuk ishte marrëdhënie mes këtyre kategorive, mirë po ju sillni një ngjarje ku kjo një vajzë dashurohet me një djalë. Keni një ngjarje konkrete kur e keni shkruar këtë, apo është e gjitha imagjinare? No, faktikisht nolli diçka të tillë. Nuk ishte imagjinar se merrti mundi, sa kjo nollë shpesh në Shqipëri. Jo vetëm në zonën tonë, në zonën veriut, për Malësi ose në Shkodër ose vende të tjera. Nolli shpesh ka ndodhur këtë. Që është fenomen që është fatë gjithë vendin, her pas here. Kjo ishte një ngjarje, kjo është e bazuar në ngjarje të vërtet, jo e trilluar ose imagjinuar. Por kuptohet është e drejta e autorit është që ta marrin atë vizitorin, ta shëtisin, t'i japin një shëtije të këndshme, nga njëherë edhe jo të këndshme, që ta kuptojnë jetën se ç'është, si ta marrë një dikën e merrtin kopsht apo ta shëtit, aty në kopsht ka lule, po ka edhe ca meteorina, ka ca gjë, nuk është gjithçka lulëzim, ose lulëzim e sipër. A ishte një kopsht që kishte fruta, po kishte edhe ferra? Të gjitha bashkë. Si mund na e përshkruani për atë brez që ndoshta nuk e ka jetuar dhe nuk e ka, ose e ka dhe të vështirë ta perceptojë. Si ishte Shqipëria e atyre viteve ku ju keni rrëfyer të ngjarje? Kjo ngjarje është fjalë vitet 70, fillim 70, se unë kam shkruar 79, unë kam i 76, ka qenë ngjarje që të ndodhur 69, 70, 71 kështu. Pra edhe herë kjo ngjarje pasqyron ose nxjerrën pa jo thjesht dashurinë mes dy elementeve të kundërt në kajet e historisë, se kështu ndau komunizmi historinë tonë atëherë. Pro të kundër. Pra ato që ishin komunista ose miq tyre, pro tyre, dhe ato që konsideroheshin si janë miq, lufta klasave që dolin. Dhe gjithmonë ato shikoheshin me syrin e shtrembër. Të dy element, pra, ky djalë me këtë vajzë, shprehen një dashuri të natyrshme, jo një dashuri ferrash, gardhiqesh, që kemi thënë dikur, ose një dashuri sot që s'ka dashuri sa të pëhumet, vetë për një Shqipëri që ishte ende runte ca elemente të pastërta të mira, pra së dashuria ato punonin bashkë.
ishin komshi njëri me tjetrin. Pra nuk ishin dashuri e vjellur, ose një dashuri që ishte gënjeshtër, ose me rëshfete, ose me dallavere të ndryshme që njollin sot, që e don dikën rrethu dhe nesër e lën, ose pra ishte një dashuri e qiltër, dashuri e pastër, dashuri që shpreh të shpresë. Mirë, po kjo nuk e konvenon të regjimit. Dhe për këtë që regjimi i gati si ai satrapi që çdo gjë të mirë e quajnë armik. Çdo gjë të bukur që si pëlqen atij e gjunë shëmtuar. Dhe këto dy tri filluan jetën e tyre duke u bazuar në familjet e tyre. Nuk e bën tash një herë vellëse ose dashuri gardhiqe, dashuri skutash. Ishte i pëlqim që mori aprovimin fillimisht të dy familjeve, duke që ata dhe njiheshin. Ishin komshi. Për kishin qenë miq her pas here, po erdhi komunistët dhe i vuri këto gardhiqe, i vuri këto kufizime. Mirë, këto dy trit mosharit 17, 18, 19, sa i sa kishte nga ushtria i djali, dhe që i çiki pjekur për prapë, si ishte nga familje komuniste, e donte këtë vajzë me shpirt. Mirë, po kjo nuk i shkonte për shtat regjimit. Dhe se cilët ta mante popullin gjithmonë të habitur, ose se duke si ai që ka një pançe dhe në vend që t'i lejnë të ecin më, her pas here i therr, herë njëri tjetër që të krijohet një rrëmuj aty. Pra, këto shprehen dashurinë e sinqertë. Në mirëkuptim që statë dhe ju me familjen e tyre. Të dy familje ranë dakord, dhe mendos mirë, po këto që del pak, shumë gjëra dalin pak këtu. Qëllimi i regjimit për ta prish atë bukurinë që ishte historike. Marrëdhëniet mes njerëzve. T'i lanë gjërat që të udhtojnë ose të rrjedhin natyrshëm. Natyrshmëria ato i vriste. Ta donin diçka hibride, diçka që e huazume, diçka që nuk ishte shqiptare. Dhe çman këto prunë, këto forma, leva të ndryshme që më të shkatronin sistemin, themeli i shoqërisë është familja. Nëse ti shkatron familje, ti ke shkatruar shoqërinë, ke shkatruar vatanin, ke shkatruar dheun. Për këtë edhe u munduan me çdo mënyrë dhe çishte kësore të zanafillja e formimit të familjes. Pra këto dy elementë u pan se kjo marrëdhënie është rrezikshmëri. Është një bombë me sa që duhet të zhduket. Dhe me të gjitha format e tyre, levat e tyre, që u përdoren që t'i ndalin këto element. Pra, e vun deri aty që dy familjet që ishin miq me shekuj, thanë tani o me ne ose kundra nesh. Pra, nëse ky djali vazhdon, ti do humbish gjëza që ishte komunist, privilegjet, janë të bursat të fëmijëve, punë që qushin të mira, pra ti do bëhesh pjesë e këtyre zill e merr. Pra kjo që dy rrugë kishin tjetër ato. Ndash e me ne, ndash kundra nesh. Dhe familja e djalit ose djali vet nuk që në gjenë t'i qëndronte më saj, dhe duke pa se çdo i priste ato u larguan, po në një mënyrë nëse mund ta quajmë njerëzore, u kuptu nga të dy palë se kjo nuk ishte diçka e sajume prej këtyre, por ishte një ndërhyrje e fuqishme që s'ishte në dorën e tyre, dhe ato e panë se nuk i delej ballë këtij tufani që ishte tufani komunist, që e fshinte çdo gjë, dhe me diplomacinë e tyre shoqërore u morën vesh ose ranë dakord që kjo mos të vazhdonte më, por secili shkonte në rrugën e tij. Dhe pikërisht për të në pani këtu përqendrohet ngjarja tek vajza, familja e saj, shoqëria që kjo kishte, qofshin musliman ose katolik, që kishin shoqe që ishte katolike, dhe se si këto një mund një tjetrit. Pra, marrëdhëniet që kishin këto, marrëdhëniet e shkëlqyeshën mes të muslimanëve dhe jo muslimanëve në Shqipëri. Sot na flasim për shkushmërinë ndërfetare, na shesin dengla, pralla, sikur ata po na sillin tash ne këtë fenomen. Kjo ka qenë në natyrshmërinë e shqiptarit.
shkushmëria, dashuria njëri me tjetrin, respekti, dhe këtu del pa një nga këto fenomenet shumë qartë. Pra elementi, familja, shoqëria dhe me gjitha Zoti që është ai i cili i udhëzon njerëzit. Kjo ishte ajo shtylla korrizore besimi në Zot. Sistemet diktatoriale janë sisteme të cilat nuk i po themi përkasin vetëm të shkuarës, ato shumë shpesh rikthehen në shoqëri të ndryshme dhe ne edhe sot e kësaj dite shohim se si në shumë shoqëri diktatura është rikthyer në forma të ndryshme. Kështu që na duhet ta njohim këtë formë diktaturës që ka kaluar shoqëria shqiptare për të kuptuar se si ajo mund të rikthehet ose si mund të imunizohemi për të përballë asaj. Dhe dua të kuptoj nga kjo përse sistemi komunist atëherë ndërhynte kaq thellë tek njerëzit. Është e kuptueshme që ishte interesuar për bindjet politike që kishin njerëzit, po pse interesohej për ndjenjat personale që kishin njerëzit? Përse duhet dinte partia atëherë se për këtë kishte dashuri dhe për këtë kishte urrejtje, me kë flisje dhe me kë komunikoje. Pra pse ishte kaq detajuar, po themi si qasje? Sistemi komunist është sistem hibrid, i sajum. Nga teoritë cent, Marx, Engels, Lenini, Stalini, ma vonë. Kjo është qëllimi i tyre ishte që ta deformonte shoqërinë, të krijonte një shoqëri të re ose njeriu e ri, siç quhej edhe në Shqipëri ma vonë. Po si da krijonte këtë, ta shkatronte atë që quhej e vjetër, arkaike, diçka që i ka dalë moda, diçka që duhet zëvendësohet patjetër, me sa ta zëvendësojnë me këto hibrid që prunë këta këtu. Pranë formun edhe atë që quhet lufta klasave, pra të ndahet shoqëria. Sa ato do të sononin, të sonos diken do ta marrë gjithmonë tension. Se ti nuk mund të sonosh diken nëse ti atë nuk e mban tension. Pranë edhe kur arrestohet dikush, përpara i vihet, nëse arrestohet me një herë të furishme, por se i vjen letra e arrestimit, i vjen policia me formën e tij, prangat, i vjen këto dhe nga dalë të çojnë deri në qeli. Pra këto e burgosen njeriu. Ja hoqën lirinë. Sidomos flasim për ne këtu në Shqipëri. Dhe që ta sononin këte, duke fut ose duke vendos njëjën e armiqësisë të secili person. Pra ne filloi edhe më vonë edhe spionimi ose spionazhi që bëhen në brenda familjes. Ardhi deri aty që baba spiononte djalin, djali babën, nusja verri nusën, miku mikun dhe u bën spionujtë një tjetrit, armiqtë një tjetrit. Kjo nollin shumë vende në Shqipëri. Unë kam pas fatin ati njof, dhe se që i fat. Dhe kjo në ka shpëtu në edhe nga mos arrestimi që kishin qëllim sigurimi asaj kohë, para se të ikshim ne. U formu një sistemi atil që askush nuk e njente vetën i sigurt. Çdo njeri shikonte se kam dikën mrapa. Hija, i shqiptari u bë me hija. Sigur hija e frikës, hija e pasigurisë, hija e urrejtjes ishin shoqëruesit e shqiptarit. Edhe ato që ishin vetë komunista. E dini fare mirë se shikoheshin, vreheshin, cili ecma këtu dhe shpesh shërnoshin që shdollin, që dihen ato fenomenet, që në fillim me Koqit Zodin, me ato pastaj ato me rrallë, ato tjerë që edhe pas ajo Beqir Bolluku me shok, Kadir Azmiu me shok, me qeu. Ajo luft klasash u kthy dhe brenda llojit ku filluan që pastaj edhe të hanë njëri tjetrin. Tjetrin ti do hash dhe do të huaj në hanë se hati, po do hash edhe vetën tatë ti, se e mësu për të hangër. Ai kafsha që është kafsh bisha, se kafsh bisha, se kafsh buta. E bisha, e gërcira, kur s'kanë që thanë ajo, hekrin e kafshën. Sa është mësu për të kafshu. Dhe nëse nuk arrin të kafshuj diçka mish, po ti shikosh ato që janë nëpër ato kopët zoologjike, kur hillrohet atje, e haina ose edhe hekrat që i ka, ata i kafshën.
Se është mësu për të kafshu, është mësu për të tradhtu, është mësu për të bë keq. Pra çështja është mos kthehesh në bish, se nëse kthehesh në bish pastaj ha gjithçka dhe shkaton gjithçka. Edhe veten tane, Hati, se je kthy në një formë tjetër që është forma më e rrezikshme që quhet bish e gërësirë. Pra edhe këtu në Shqipëri, mirë po këtu del pa qendresa që bani vajza. Pra shpresa, e shpresa gjallë. Pikërisht këtë dëshat pyesja hosh. Pra Flutura që është personazhi një ndër dy personazhet kryesore, paraqitet si një vajzë shumë fisnike edhe pse kishte gjithë sistemin kundra saj. Kishte dy sfida, ishte femër dhe kishte gjithë sistemin kundra. Pavarësisht kësaj, ju e paraqisni si një vajzë shumë fisnike që arriti të ruaj dinjitetin e vet gjatë gjithë jetës së vet. Sa reale ka qenë kjo në atë kohë? Ka qenë, edhe e kam përjetu unë, se unë kam jetu ato vite vetë, flet për këtë ngjarje, kam qenë pothuajse të asaj moshe, pothuajse. Kështu që ka pas. Kjo Shqipëri, që kjo mirësi që ende e shohim në Shqipëri tek shqiptari. Kush e pruni këto? Erdhi me në një parashut, e pruni dikush heli, dhurat, jo, u rujt tek shqiptari. Me gjithë atë që tha me njëtë urrejtin që u kriju, që leva kryesore, friga që u mbjell në zemrat e njerëzve, patja është i burra dhe gra që majtën atë. Që shmajtën Ramazanin, që shmajtën namazin, që shmajtën librat në mënyrë sekrete, që shmajtën Ramazanit, që shmajtën gjitha këto, të gjitha ato pleqin ju i keni taku të ri, ato pleq që ne i shikum, me sytë keq në fillim një rini që e më qujtë e veti si kur u lëzua, qëndërimi të tyre atyre pleqve që qëndërim shumë i dopt, ato pleq e rujten. Pra ke mirësi ishte nga kush, nga besimi që kishte në Zot. Kjo vajzë ishte vajza kuj, e një familje fesnike, e një familje që adhuron të Zotit. Zoti ishte me gjitha. Dhe veproni se pas rregullave të besimit islam, si që veproni të shoqja saj, që shoqja ngushtë katolike, që edhe ajo në rrugën e vetë vazhdonte në sistemin e saj. Pra, brumosja e këtyre elementeve, me besimin në Zot, edhe në atë kohë, ndonë se bashin shumë gjëra për rasti kësaj, që kur kjo arrit për kjo ndarja e tyre, kuptohet me mirë kuptimin e dy palëve, që secili si një lumë që ecën bashkë, një pengesë dhe detyrohet lumit ndahet dy degë. Që të bashkohet dikun ndoshta të bën bashkohet dikun. Unë se bashkohen këtu, bashkohen në det ose në një oqean dikun. Po në këtë jetë mund të shkojnë kështu veç. Pra deri aty shkojnë bashkë më të ndahen. Ajo vajzë ku e gjente qetësinë e vet. Ajo ishte vajzë që lexonte shumë, libra nga autorë të njohur ndërkombëtar të vendit, por atë qeti qetësinë ku në një libër të vogël që ishte përkthimi i Yasinit në gjuhën shqipe. Pra e ruajtën ato librin islam në shtëpinë e tyre. Pra surja Yasin gjendej pothuajse në çdo familje, po themi fetare. Fetare. Edhe ruajsi sytë e ballës, si gjë me shtrenjtë. Ruaj si nga ai vendi ku ruhej, si nga dhe qasa ndaj atij libri, ishte megjithëse një fisnikri ndaj shprehje ndaj mirësisë. Dhe në atë libër të vogël Yasina sa jetë ka, dhe aty ajo zgjeti si nuk asnjë gjë nga jeta, Shakespeare, Goethe, Schiller, tjetë, Oscarifej, autor shqiptar, Koliçi, Pishta, Shariftar, nuk ja la këtë balsam qetësie, por ja la lidhje me Zotin. Dhe këtu ajo që të pa, atë që ka të baj me lidhjen e njeriu të sinqert me besimin, që ka besimin e tij me Allahun, me Zotin e Shanu. Pra kjo edhe për kraje e familjes, se gjithë kjo familje shprehten vetvete një lidhje aq të bukur sa që ishte hal në sy tek regjimi komunist. Dhe ato dinin fare mirë se nëse nuk arrinin ta shkatronin këtë lidhje,
Pra duke fillu nga elementi, nga familja dhe nga familje që këto mund të liqë. Këto nuk mund të arrinë asaj që këto menun se arrinë shkatrimin e shoqërisë, që kanë bërë damet pariparueshme në shoqërinë shqiptare. Të gjithë ato që i vujmë ne sot, krimet, vrasjet në familje, tjera krime, s'janë njoftë në Shqipëri mërsë një dashtë. Dashuria në mesin e fëmijëve, të feve të ndryshme, dashuria në mesin e miqve, dashuria në mesin ose kujdesin ndaj hujit, ndaj ulltarit, ndaj të ka qenë fjala, byrëm ka qenë kudo, urdhoni, buke kryp. Pra këto element të mirësisë ishin të urryra nga regjimi komunist. Dhe u munu me të gjitha format se si ta shkatërroni një gjatë tillë. Me të gjitha format. Dhe me i tunë, që që ditë të shqitja ke arrit, sa ato ja arritën ja arritën dopsimit të lidhjeve. Dhe deri në shkatërim, pra ne kemi nevojë që t'i kthehemi historisë. Kemi nevojë ta njohim historinë. Kemi nevojë ta njohim nga vim ne. Qa prodhimi jemi ne? Kush na prodhoi ne? Kush na përgatiti ne për këtë skenë që ne po lozim rolet tona? Kush ne e bën? Kush e rregulloi? Këtë skenar kush na shkroi? Ne se kuptojmë, ne e lozim rolet dhe s'kuptojmë çfarë role shkemi, kush na e dha këto role. Që është fatkeqësi e madhe, fatkeqësi kombëtare. Nëse ne nuk zgjohemi, ti kuptojmë këto gjithë. Jo pse unë kam shkruar këtë libër, kjo që në sa faqe ka është kjo. Por kjo është një shprehje, se është një reflektim që të qartë se si udhtoi shqiptari Shqipërisë gjatë viteve komuniste. Qa udhtimi i bani? Qa pajis kishte për udhtimin? Ishte një udhtim i gjatë, ishte një udhtim dekadash, nuk ishte një udhtim momenti, zgjati shumë, zgjati gjatë, përfshiu shumë njerëz, përfshiu shumë breza, të cilët nga ajo që edhe ju po thoni, kanë efekte që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Bëjmë shkputje shumë të shkurtër, hoxh, dhe rikthehemi këtij libri dhe kësaj ngjarje sërish, ndërmi shihemi pas pak. Rikthehemi miq në studio, jemi me hoxhën nderuar Burhan Fili, i cili është dhe autor i librit Shpresa është gjallë, në cilin ne po ndalemi për të njohur jo vetëm dimensionet artistike të këtij libri, por se duke kuptuar fabulën e tij. Është historia pra e dy të rinjve, e Fluturës dhe Fisnikut, dy të rinjve në vitet 70, të cilët njihen mirë tjetrin, ishin dhe fëqinj, pëlqejnë, marrin dhe pëlqimin edhe aprovimin e familjeve për të vazhduar jetën së bashku. Por sistemi asaj kohe do ta ndërpriste këtë lidhje, do ta shkëpuste këtë lidhje, sepse nuk pranonte që një familje, po themi komuniste, të ndërthonte miqësi me një familje jo komuniste. Hoxh, komunizmi u mundua dhe ëndërronte që Shqipërinë ta kthente në një vend ku të gjithë ishin komunistë, ku të gjithë i besonin doktrinës së tyre, të gjithë i besonin fesë së tyre dhe qasjes së tyre. Madje ata shpresonin se e gjithë bota shumë shpejt do të përqafonte ideologjinë e tyre. Ishte një përpjekje fortë, e ashpër, duke u përpjekur deri në detaje, duke përdorur dhunë, duke përdorur presion, dhe pikërisht kjo është një ngjarje ku përmes presionit, përmes dhunës, kjo lidhje u shkput. Po ndërkohë, siç tham, personazhet si Flutura vazhduan të jetonin me dinjitet. Madje historia tregoi që e ardhmja do të ishte e këtyre, të cilët në komunizëm ishin të nënçmuar, ishin të dhunuar në një farë mënyre, mirë po jo të tillë tek historia, tek e ardhmja. Përse nuk ja doli dot komunizmi dhe çfarë i bëri ata persona të cilët nuk arritën ta përqafojnë asnjëherë dhe ta kundërshtojnë gjithmonë një sistem diktatorial? Është diçka është shumë e gjanë kjo, por pra komunizmi edhe njerë u çpik. Çdo gjë që shpiket. Pa ishte artificial. Artificial, hibrid. Shihen se ka si duhet, pamjen se ka si duhet,
qasën se ka si do. Një shikon një pemë hibride. Ai që ka çik zanat me kopshtarin e njeh me një herë. Gjithsesi këtu te ne rezistoi për së paku 40 vjet. Janë shumë. Jo pse ish nga aftësia atyre. Por vetë shaqe ndërkombëtare i nimun regjimit enverist që të qëndronte. Izolimi që na u bëni, izolimi që bëni komunizmi nuk ishte, po donin të hujt siç bën me Jugosllavinë do hape, po i konvenonte aty në Shqipëri të rinte kështu. Dhe kishte një lloj marrëveshje, s'ka se pa mujtën që mos kishte një lloj marrëveshje mes tyre fqive ose vendeve më të mëdha që Shqipëria të rinte kështu. E bankët që këtë vetëm Shqipëri sa bankte, se ne ishim shumica muslimanë dhe donin të ta menonin se ta zhduknin edhe si fe, si islam këtu, Allahu e din, ka gjas. Komunizmi që tha aty nuk mundu të krijonte një shoqëri të unjësume. Komunizmi e ndau shoqërinë. Se sistemi komunist nuk mund të jetonte në një shoqëri që ka liri, demokraci, që ka një jetë të një llojit. Ato krijojnë pra klasat, që quhen deklasimi, që quhen pra një klasat që proletare, që quhen fshatare, dhe klasat jetë deklasume, e njerëz e kulakëve që quheshin, e atyre pasonikëve, e fetarëve, qofshin të gjitha feve. Pra këto nuk jetonin dot pa kriju një ndarje të tillë. Pra ju duhet të shpjegoni gjithmonë një armik ku çdo e keqje që ndodhte, po themi, t'ja bashkangjisin atyre, duke thënë që këta janë e keqja dhe çdo gjë që na ndodh prej këtyre. Edhe sot te politikanët këtu në Shqipëri e shef këtë. Edhe këto që janë qeveri, edhe këto që quhen opozit. Se një brum janë këta. E shef për shembull se ai çdo gjë nëse i kundërshton edhe në bisedat që mund të bajnë, shef për shembull ku bajnë bisedë, e shef se ai çdo gjë që si pëlqen atij e quhen se aty ka një armiqësi. Ka një diçka që ky nuk më don mua. Ky më rën mua, pse nuk i përshtatet? Pra s'ka demokraci. Pra komunizmi erdhi për ta shkatërruar demokracinë, për ta shkatërruar atë që quhet liri veprimit, liri të fjalës, liri të asaj që Zoti Gjithërsanu e ka krijuar njeriu të lirë. Pra çdo gjë e mirë, çdo gjë e bukur, tek ato ishte shëmtuar. Përkrish me këtë, nuk donin që të krijonin një që ishim ne dikur para komunizmit, një popull i thjesht, një popull i dashur, një popull bojar, një popull fisnik, një popull atë dash, jo, që si konvenonte kësaj. Pra ne Lenini me Stalinin ma vonë, edhe ma vonë Hoxha e bani, si që tha në stajt dhe mati e për si tha ato, edhe sërish sot e shofim, ky nikim që shofim sot, është si reloj asaj që murën mësimet, direkte dhe indirekte nga regjimi i gjatë. Por zgjatja e regjimit komunist Shqipëri nuk i dedikohet se mund ta quajte, nuk ishte shumë sa ishte Enver Hoxha ose ato që kishte pranë njerëz genial që kuptonin historinë, e kuptonin këtë, ato u nimun nga qasja ndërkombëtare që u bën Shqipërisë. Se Shqipërinë e lanë të harrume si një ishull në harres, si një jetim të braktisën. Dhe atëherë Enver Hoxha gjeti atë pellgun që lumëronte, filloi vrasjet e para që filloi njerëzve të tij, Bari ishte nënër i tij. Atë e vrau të parën që e nimoi, e shkolloi, gjitha e bani, e nimoi gjatë luftës, se ku diun, tjerë me radhë shokët e vet. Pra ato donin që krijonin dhe sjetonin dot pa përçarje. Se lufta klasave ç'është? Është përçarje. Kujtohet, më vdiq baba me të pa 72. Shokët e mi që ishin nga banin pjesë në atë familje që quheshin komuniste. Dorin vinin në varrim dhe kishin frikë vinin në varrim. Ose një tjetër në lagjen time atje. Ishin 3 vëllezër. 2 kulak, njëri ishte kulak. Pse ishte kulak? Se kishte një mund dikur në vitin 44 ca partizan ku diun atje. Ku diun i kishte më hangër buka ku diun. Dhe ata i thanë ky është i joni. Pra i joni i huaj. U krijuan këta. Vdiq nana, për nana jetonte me këtë që nuk ishte kulak. Dhe kur vdiq nana diç natën, shkoi ke vëllezërit që ishin po njëri në shtëpi. Ta e janë i shifnin nanën
para se zbaradritës se do vinë mu këtu antarët e partisë, pra komunistët, dhe ju s'do jeni gjeni të shoqënuni gjenazen dhe në vore në praninë e tyre. Pra ne jeni, shikoni nanën që bani çdo në lutjen e që do në bo, se nana do varroset pa ju. Kënë vitet fund 60-tave. Fund 60-tave. 3 vëllezër, një nanë. Pra i sistem dikton të vetëm si do jetosh, po dhe si do vdesësh një përme. Si gjitha. Pra, që në linje, para linjes, që në lidhje martesore, në martes, në fëmi, edhe fëmive, emre që t'ja veshti, e din partia. S'ka ma me vu emre ti, even nëse do në emre përshë krishtianë ose muslimaria, s'ka ma lista aty me rëti. Pra ka patur një listë të posaçme me emra cilët nuk mund t'i emërtoj e fëmijë. Ja, absolutisht. Dhe kryesisht ishin emra që kishte lidhje me fen, me besimin. Pa tjetër. Mark, John, Zef, Palok, Hasan, Hussein, Muhammed, Zekaria. Jo. E në verë po se ishte emri ati satrapit. Mehmet mund t'ja me se ende ishte, nëse ishte me përse pa vra. Ama emra tjerë që ishin me që ishin fetar, çdo gjë që ishte, absolutisht shi nga feja muslimane si nga 2 fe tjera. Pra kudo ndërhyn këto. Këto mu ban ustajt dhe menun se këto do të rregullonin një sistem që do ndiqej edhe nga bota marë. Kështu krijonin një sistem tillë. Nuk e arritën, pse se arritën? Se është sistem kundër Zotit. Allahu i lën ato. Çan 50 vjet, 60 vjet në histori. I flus. Shikim kalimthi. Komunizmi bashkimit në kësa zgjati 70 vjet. Më thuj, vujtën pira, miliona u vranë. Por u zhduk, si u zhduk? Ra vetë. Pra, komunizmi ishte artificial, ndërsa vlerat, virtytet janë të natyrshme dhe ato do të vazhdojnë, janë hynore, si thoni ju, dhe do të rezistojnë pavarësisht kohëve, fortunave dhe ditëve të vështira. Hoxha, ju falenderoj shumë për këtë bisedë, për këtë libër, për përpjekjen tuaj, për përjetimet tuaja, për çdo gjë që keni bërë. Vëllai, unë këto libra i kam shkruar nga pse kam ma dëshirë për vetën time. Unë jam ai që kam shkruar, jam edhe lexuesi i tyre. Jam edhe komentuesi i tyre. Po besoj shpesh jeni dhe personazhi i tyre. Vëllai, jemi gjithë personazh. Diku. Të gjithë i personazh. Ne lozim role të ndryshme. Por unë e them këtë që hoxhallarët tonë, hoxhallarët e që mashallah janë shumë mirë. Jo kuptohet përqendrohen librat fetare, shkrime, gjëra, po edhe pse nuk merren me një shkrim tjetër. Të njohin dhe historinë dhe të shkruajnë. Të njohin vlerat e ndryshme, që të bëhet jeta atyre më e kompletuar, të bëhet jeta atyre tamam, domethënë se është nga gjitha anë të kenë jo vetëm një hori, por të jenë të aptë, se të burrat e hoxhallarët e mëdhenj të histori kanë qenë poet, kanë qenë shkrimtar, kanë qenë filozof, kanë pas gjitha këto. Kuptohet, baza ka qenë feja, por feja na udhëzon dhe na frymëzon që të jemi pjesëtarë të gjitha këtyre fushave të marrin pjesë këto. Pra një botë pasur shpirtërisht do reflektoj edhe botë artistike dhe përjetimet e jetës, të jemi pasimi thjesht aktor, të jemi edhe ato të cilët shprehin, që Allahu na uzoft, Allahu na bëf për atyre që jemi dobishëm. Amin, Zoti shpëlef me të mira hoç. Atëherë miq, ky është libri pa shpresa është gjallë, një libër i cili është botuar fillimisht në vitet 70 në gjuhën angleze, më pas është ribotuar në gjuhën shqipe, duke qenë se ky libër fillimisht i është paraqitur publikut huaj në Amerikë për të njohur atë se çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Por është një libër që vazhdon të lexohet, vazhdon të blihet përmes Amazonës, duke qenë se rrjeti ndërkombëtar në blerjet online Amazon e ofron si libër dhe nga bisedat që kishim me hoxhën e nderuar, rezulton që libri vazhdon të kërkohet në shumë vende të ndryshme, jo vetëm në Amerikë, në Itali, në Gjermani, në diasporë, kudo që ka njerëz të cilët kërkojnë të njohin historinë shqiptare, kërkojnë po themi që edhe të pasurohen me këto përjetime dhe me këto
rreshta të pasura artistikisht. Unë falenderoj për momentin, do të jemi sërish së bashku me një tjetër libër nga Hoxh Burhanfili, deri atëherë kalofshi sa mirë.